tregon fuqinë e Xhibrilit. Shumë i fuqishëm. Shumë i fuqishëm. Pse shumë i fuqishëm? Për shkak se për misionet mëdha nuk bën njerëz adopt. Apo për misionet me peshë, do të thonë njerëz që janë qëndrueshëm vëlla të fortë, jo njerëz që ligën, dobëson. Xhibrili për me e pru shpallën dhe në tokë. A ka pas mundësi me hasë në rezistencë? Shejtan po, me pakon dy këshin dopt, ja këshin marë për udhe, ose se këshin lërë me zbrit. Por a ka pas shejtan që gudzën me dalë, të arë Xhibrili për qilit? Po s'gudzën allo, po nuk gudzën me e këshirë allo, nuk gudzën. A dhe allo thëtë, shedidu l'kuva, aj që e ka silë, krejt fuqit që si shihni jo, e ma të forë se jo, në rrugë s'kanë gudzën me i dalë, e ka pru shpallën sigurt, që është i fort, shedidu l'kuva. Është në mon, ne që është i fort jashtë, po i fort në mendin e ti, i fort në formimin e ti, i fort në edukimin e ti, i vendosën, se dikush ka mundësi me pas musku i fort, ama i dom vendimarje, një e pësherzën, apo një kojtë të tërhis zvarë, njëri i fort mrena dhe i fort jashtë, qëtu e në dy të fort atë. Besim do me kun i fort edhe jashtë, në shëndetin e ti, në pasurin e ti, në pamin e ti, po në bëgjeta i fort në mendin e ti, në vendimin e ti, në bindit e ti i fort. Për me rujt islamin që shdohet, në aspektin e trajtimit, interpretimit, praktikës, zbatimit, jetësimit, duhet edhe forcë. Duhet forcë. Prandaj, besimtarët, keni pa një histori, muslimanët, kanë qenë të fortë, dhe këtë forcë se kanë përdor në imponim, por e kanë përdor në prezentim të ndikimit të fesë, të këta në kuptim pozitiv. Prandaj, esenca është forcimi i besimit, është e vërtet, forcimi i njohurive, por edhe forcimi i aspekti material të më rëndësi, aspektit fizik, edhe shumë tjerave nga faktorët dunjas, që sa ma të fortë që janë besimtarët, aq ma tepër mbrohet shpallja dhe aq ma tepër jetësohet dhe shpërndahet. Vallai me pasat forcë që shduhet, po më në shërbim të mbrojtjes së fesë, s'kishme dal shkarravina të interpretimit nga vendet ku realisht janë të thirra me mbrojt fenë Allahut dhe udhëzimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po ku mësman dobët del gjithë kush edhe flet pralla e pallavra e gënjeshtra e mashtrime në amën të fesë, devijon e manipulon njerëzit nga se s'ka forcë që e nalë.